Largimi i zonjës Osmani nga LDK-ja ka ndodhur në mënyrë pak si aksidentale, pra. Jo një dalje e thjeshtë e rregullt e tjera. Është përjashtim, më thonë. Po, ja, nuk ka qenë përjashtuar, ajo ka qenë nënkryetare parë dhe është shkarkuar nga pozita e nënkryetares, sepse nuk ju përmbajt qëndrimit LDK-s për të bërë një koalicion me PDK-n. Pra, qëndrimi LDK-s në atë zgjedhje ka qenë që të bëhet një koalicion me vetëvendosin. Dhe u bëj koalicion, po pastaj u prish koalicioni, kjo ishte kryetari i kuvendit, dhe kjo nuk u pajtua me atë prishje, dhe deklaroj që qëndrimi e elektoratit tonë ka qenë që të jemi në koalicion me vetëvendosin. Për këtë arsye dhe u shkarku nga pozita e nënkryetares të LDK-s, dhe pastaj ajo shkoj me atë listën guxon. Do të thonë pjesa tjetër e LDK-s kanë kërkuar që me pas koalicion me PDK-n, apo? Ja, s'kan kërkuar, ka kërkuar veç kryesia. Kryesia ka kërkuar. Po dhe kryesia, thash? Kryesia, po. Dhe është bo me PDK-n. Dhe ka marrë qëndrim që të bëj koalicion. Pra, kjo ka ndodhur pas shkarkimit Agim Veliut e tjera, i dini ato gjëra që ka ndodhur. Po, por tash, shkurja e Vjosa Osmanit në vetëvendosje nuk e ka shkaktuar 100% atë rënjen e LDK-s në 13%. Kjo është, unë mendoj që shumë njerëz nuk e shohin një aspekt tjetër, sepse elektorati i LDK-s në disa palë zgjedhje ka qenë shumë i pezmatuar në Isa Mustafën, për shkak koalicione me PDK-n. Dhe vazhdimisht kanë bërë presion në ne, që kemi qenë anëtar të Këshillit Përgjithshëm, anëtar të Kryesisë, delegat kuvendit, elektorati ynë ka bërë presion... Jo me PDK-n. Jo me PDK-n. Pra, ky ka qenë presion i elektoratit ndaj nesh. Ne s'kemi qenë taft, si përfaqësues tyre, që ta heqim Isa Mustafën, që ta ndëshkojmë, sepse ai ka arrit me format ndryshme ta ketë një përkraje. Dhe elektorati ynë, duke mos gjetur mënyrë tjetër për ta hequr Isa Mustafën, e ka ndëshkuar LDK-n. Pra, për inati tisës e ka dënuar LDK-n, e ka sjellë 13%, dhe Isa Mustafa u detyru t'jap dërheqje. Pra, kjo është kronologjia. A do të vlej standardi i njëjtë edhe për Lumirin, nëse ka vlejt për personisa? Edhe një gjatë ta theksoj, po të ta shpjegoj do të mundon. Pra, ato 100.000 vota që shkun nga LDK-ja në vetëvendosje, nuk janë rezultati autoritetit të Vjosa Osmanit, nuk janë 100%, janë një pjesë. Sepse ato vota në vetëvendosje i qoj 5.000 ndaj Isa Mustafës, në lefosja ndaj ti. Për ta ndëshkuar atë, e ndëshkoj LDK-n. Pra, kjo është arsyeja pse ka ndodhur. Tash, shkurja Vjosa Osmanit edhe ajo e damtoi LDK-n, pa tjetër, nuk ka dilema në këtë kuptim. A ka qenë një arsye shumë, as ka qenë, nuk e di, ky hapi saj, por tash, rikthimi saj në LDK nuk solli qetësi në LDK, nuk solli rezultat. Pra, ai krahu që ishte kundër Abdigjikut, e kundërshton të kthimin e saj në LDK, Abdigjiku me gjithatë e solli, ishte një, edhe kjo qëndron që e kanë konsideru shpëtim për njëri tjetrin, edhe Abdigjiku edhe Osmani. Pra, kanë mendu ma shumë individualisht se për Sepse Osmani, po të mos e merte Abdigjiku këtu, ajo mbete jaskund, pra, nuk ishte... A është të vërtet ai fakti që zonja Osmani ka shpëtu mbi votbesimin e Abdigjikut në kuvendin e LDK-s? Nuk e di atëherë ende s'ka pasardhë zonja Osmani. Jo, s'ka zyrtarisht, por në degtën e LDK-s flitet se për shkak të mbështetjes ndaj Vjosa Osmanit ne kena votu prapë me qëndrues Lumir Abdigjikun kryet LDK-s. Nuk e di sakt, këtë s'di ta shpjegoj. Po unë mendoj që Abdigjiku, pavarësisht që i mori 54% vota, ju konfirmu mandati ti me 54, kundër ishin 26%. Formalisht kjo është në rregull, formalisht me statut LDK-s nëse i merë 50% plus një vot, jo 51%. Jo formalisht, po faktikisht se. Por që ato probleme dieshin qysh atëherë, pra përplasjet ishin horizont, ishte grupi më i vogël, Hoti, Kmetje Bajrami, ndoshta pak tjerë, tash është një grup shumë i madh, është një krah shumë i madh, edhe tash kjo shkakton një rrezik shumë serioz për LDK-n, sepse krahët janë të fuqishëm, janë të profilizuar plotësisht,
edhe paraqesin rrezik për LDK-n, sepse cili do krah që të fitoj e dëmton LDK-n, e dëmton për të ardhmen, sepse aty do të ketë përplasje të reja. Tash, krahu tjetër është i pakënaqur edhe do të ketë probleme të vazhdueshme. Për këtë arsye unë mendoj që për këtë arsye unë mendoj që nuk është zgjidhja as të rrëzimi i Abdigjikut, as të fitoreja krahu tjetër, është zgjidhja të një debat i qetë, të një dialog i qetë, edhe të zgjedhje që do të përfshin gjithë procesin prej nëndegve dhe në Larg zgjedhjeve të brendshme të kuvendit janë veç një vit që e ndojnë LDK-n.